A jena gati? Ali Bekim, a jena gati? Regjia, apo fillojmë me podcastin inshallah. Hajde, bismillahirrahmanirrahim. Çdo gjë është në rregull, mundemi me fillu edhe një emision i radhës. Shikues të nderuar, selam aleikum. Vazhdojmë ne me podcastin ton me Frim. Pas një kohë të gjatë rikthehet hoxha i nderuar Remzi Isaku, një vjet hoxha na ke mungu. Allah i nderoft. Mirë se erdhe, si po kalon? Mirë se gjetëm, faleminderit. Mirë, falënderimi takon Allahut. Është kënaqësi e veçantë me qenë sona para fytyrës tonë dhe sonte këtu në këtë ambient të mirë. Zoti ju shpëleft për ftesën. Amen, amen. Atëherë po him direkt hutbet tua të fundit i kena analizu, i kena këshiri, i kena sit edhe po him direkt, shkojmë me pyetjet. Si pyetja e parë të cilën e kam përgatitur është cila është vlera më e rëndësishme tek njerëzit në këtë kohë, në këtë haos, në këtë hallakam. Vlera më e rëndësishme. Vlera më e rëndësishme në jetën tonë ka shumë vlera, por vlerat më të rëndësishme ato janë çka na ka mësuar Zoti në Kur'anin famulart dhe profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithet e tij. Edhe padyshim se këto vlera sot shumica e njerëzve nuk janë vlera. Flasim për vlerën e një definicionit të cilën është asgjëshsuar shumë dhe është thjeshtësuar shumë sot, asaj thonë sot mungon vlera e respektit. Prandaj më të respektuarit të krijuesi të Zotit janë njerëz të cilët janë të devotshëm. Do thotë njeriu i devotshëm tek Zoti është shumë i respektuar. Prandaj edhe ka mundësi me më shpjegu fjalën devotshmëri, si ta kuptojnë mirë edhe ato që se kuptojnë mirë gjuhën shqipe. Kush është i devotshëm? Para se me sqaruar fjalën devotshmëri, kisha dashur ta definoj se çka është fjala respekt. Okay. Se te ne zakonisht kur flasim për dikan në respekt, ti e respekton dikan që ke interes personal dhe momental. Prandaj respekti ngërthen në vetë tre komponente. E para është devotshmëria, e dyta është drejtësia dhe e treta është ndjeshmëria dhe moralin. Prandaj respekti i ka tre komponente që nuk ban pa ta. E para është devotshmëria, e cila është baza, e cila jep kuptim i jetës dhe e ngrit standardin jetësor, e ngrit standardin në këtë botë. Pastaj e dyta, nuk ka mundësi me qenë i devotshëm derisa nuk je i drejtë. Dhe kjo drejtësi është në tre relacione. Drejtësia karshi krijuesit, drejtësia karshi vetvetit dhe drejtësia karshi krijesave. Kur njeriu e ka devotshmërinë, e pastaj e ka drejtësinë dhe komponentin e tretë e ka moralin. Ajo çka është kajmaku i jetës, atëherë ky njeriu është i respektuar edhe te Zoti edhe tek njerëzit. Pyetjen që më vanat se çka është po. Pyetja, çka është fjala devotshmëri? A ka mundësi, do të thotë, me qenë njeriu i respektuar pa qenë i devotshëm? S'ka mundësi, kjo është çelësi. Prandaj i devotshëm është ai i cili i implementon dhe i praktikon fjalët e Zotit. Do të thotë urdhnat e Zotit që i respekton dhe i praktikon, njeriu është i devotshëm. Dhe ndalesa, se Kurani është urdhna dhe ndalesa. Nëse ti largohesh nga harami, edhe nëse ti je i drejtë, je i devotshëm dhe je me moral të lartë dhe ke dinjitet, faktikisht i respektuar te Zoti. Prandaj devotshmëria është kodi i suksesit e cila e stabilizon njerëzimin. Derisa bota nuk ishin të devotshëm, Allahu e dërgoi profetin alayhis salam, edhe na ka thirrë që ne të bëhemi të devotshëm. Kurani Allahu e ka zbritur për njerëz e devotshëm. Prandaj edhe Kurani, edhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë dy shtyllat e devotshmërisë. Prandaj kush i beson dhe i praktikon këto, atëherë do të jetë nga njerëzit e devotshëm, do të jetë nga ata të cilët Allahu do t'i ngritë, do të ketë respekt. Sot po flasim mungesa e respektit është mungesa e devotshmërisë. Sot mungesa e respektit është mungesa e drejtësisë. Sot mungesa e respektit është mungesa e moralit dhe dinjitetit. Prandaj këto tre komponentet janë çka e bën një standard të lartë shoqëror dhe i largon prej kaosit. Edhe kur më shumë bota nuk ka qenë e çoroditur dhe më e pa respektuar. Sot respektohet i moralshmi apo i pamoralshmi. Po çfarë pyetje e dytë është? Urdhno. Kush dhe pse respektohet sot? Për fat keq, sot nuk respektohet i dituri, sot respektohet i padituri. Sot më shumë respektohet ai që ka pasurinë në xhep se sa ai që ka diturinë në kokë. Sot respektohet ai që ka pushtet, i cili është në karrike të pushtetit, dhe flasim për pushtetin e tij dhe respektojmë për shkak momentit sa ai është në pushtet, por në asnjëherë nuk ndalemi për padrejtësinë dhe zullumin që ja bën shoqërisë.
Prandaj ai a është i drejtë a nuk është i drejtë. Ai a është i devotshëm a nuk është i devotshëm. Do të thotë ai ke çpërdor pozitën. Po flas për njerëzit të cilët janë pozitë, po flas për njerëz për të cilët kanë shumë kapital, njerëz të cilët kanë forcë. Prandaj forca kryesore që ngrit respektin është devotshmëria, drejtësia dhe morali. Sot mundesh me qenë i pasur, nesër i varfër. Sot mundesh me qenë në pushtet, nesër bjen për i pushtetit. Sot mundesh me qenë i fuqishëm, nesër shumë i dobët. Ama njeriu i cili ka këto 3 komponente, çdo herë do të ketë respektin. Bilali radhiyallahu anhu nuk ka pas pasuri. Emri i tij deri në ditën e Kiametit përmendet. Sahabët, Abu Dharr el-Ghafariu ka qenë i varfër, ka dridh historie njerëzore, për shkak se ka qenë i devotshëm, për shkak se ka qenë i drejtë, për shkak se ka pas moralin e lartë, ka mësuar nga shkolla më e mirë e profetit sallallahu alaihi wasallam. Ata nuk kanë pas këto komponente. Edhe kemi dy gjana, nëse ne sot e matim me standardin botëror të respektit, atëherë kemi me deviju. Ne nuk e mbatim respektin me standardin botëror, ne e masim respektin me standardin e fjalës Allahut dhe të profetit sallallahu alaihi wasallam. Hoxh, domethënë ju këshilloni që mos me respektu politikanin i cili është i zullumqtar, po mu boj devotshëm, se zakonisht ki respekt ndaj politikanit, ndaj pushtetarit, ndaj pasanikut bëhet për shkak që me përfitu. Ne du t'i respektojmë prisit ta. Mirë, po nuk duhet zullumin e tyre ta respektojmë. Dandan është një rregull, la ta'atan fi makhluqin fi ma'siyatillah. Nuk ka respekt në mëkatin e njeriu i cili bën mëkat. Nuk duhet ta respektosh dikën i cili e bën një mëkat. Kjo çka është mëkat, ja thua. Kjo çka është mëkat, nuk e pason. Vlerat që i kanë, i respekton. Antivlerat që i kanë, ose punte jo të devotshme që i kanë, punë të cilët s'po flasim për politikan, po flasim për struktura dhe njerëz të cilët kanë pozitë dhe kanë pushtet. Se dikush nuk ka ndoshta pushtet, po ka kapital, dikush nuk ka, po e ka forcën, dhe ashtu me radhë. Prandaj neve na duhet njerëz normal, edhe të drejtë, edhe të dijshëm, edhe të pasur, edhe të fuqishëm, se besimtari i fortë është më i mirë se i dobët. Mirë, po nuk duhet ta kesh përdor fuqinë e tij, pasurinë e tij, postin e tij, por duhet jetë në shërbimin e njerëzimit, se njerëzit më të respektuar janë njerëz të cilët janë shërbimin e të tjerëve edhe në shërbimin e fesë. Ka mundësi pak me shtjellu që besimtari i fortë është më i mirë se besimtari i dobët. Besimtari, hadith. Po, hadith. Besimtari i fortë është fjala për besimtari i fortë me besim. Gjithçka që ke në botë një ditë kalon. Me vete e marrësh besimin në njëshmërinë e Zotit. Sa është humbja e madhe të jetosh në dynjë pa besim? Sa është humbja e madhe në dynjë të jetosh pa devotshmëri? Sa është humbja e madhe të jetosh pa drejtësi? Prandaj, besimtari i fortë është me besimin e fortë. Hoqë, si të arrim besimin e fortë? Besimi i fortë nuk arrihet pos se duke lexuar dhe njohur madhninë e Zotit. Fjalën e tij dhe fjalën e profetit sallallahu alaihi wasallam. I fortë, flasim, i fortë nuk mund të jetë ignoranti. I fortë është i dituri. I fortë është ai që ka bindje në njëshmërinë dhe urdhnat e Zotit për të arritur devotshmërinë dhe kënaqësinë e Zotit në këtë botë. I fortë me dituri, po hoqë, vallai un kam dëshirë shumë pasurinë. Kush nuk e ka dëshirë pasurinë? S'ka njeri në dynjë që nuk e don dynjan. Se ne jemi të krijuar nga dynjaja dhe Allahu në Kur'anin famlart na ka mësuar nga lutjet me Rabbana atina fid dunya hasana, o Zot na jep të mirat e kësaj bote dhe të ahiretit dhe na mbroj nga zjarri i xhenemit. Mirë, po jo me çdo kusht dhe në kurrizin e të tjerëve të profitojmë ne. Rreziku është ndër Zotit, edhe jona është të kërkojmë mirësi. I fuqishëm nuk është i njëjti ai që ka pasuri dhe ai që nuk ka pasuri. Flasim për bujarinë e Othmanit, flasim për bujarinë e Abu Bekrit, flasim për burrat që ndryshuan historinë me pasurinë e tyre. Kush përgatiti, kush i ngopi të varfrit në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Abu Bekri gjithë pasurinë, Omeri gjysmën e pasurinë, Othmani tre do të thotë lëmosha sadakaja që dha, që në histori kanë përmendur nga shkaqet që është i përgëzuar për xhenet ishte bujaria e Othmanit radhiyallahu anhu. Ata nuk e kanë pasur pasurinë e tyre për dëshirën dhe epshin e tyre, për ta ngopur epshin e tyre, po për t'i ushqyer zemrat dhe nevojat e njerëzve të varfër. Prandaj sot kemi nevojë për dituri, i fortë është ai që ka dituri, i fortë është ai që ka pasuri, i fortë është ai që ka forcë dhe fizike, edhe ai gjitha. Ama jo këto ti përdorish për të keqen e njerëzimit, po ti përdorish për të mirësinë. Ne kemi nevojë për dituri, ne kemi nevojë për pasuri, ne kemi nevojë për pushtet.
edhe jo rasisht, edhe në të kaluarën, dhe tash vazhdimisht njerëzit luftojnë për të drejtat e tyre. E ne kemi nevojë për njerëz të cilët kanë dinjitet, kanë respekt, kanë forcë, kanë dituri për të ecur përpara. Nuk mund është hecis me një shoqëri në këtë kaos të madh derisa nuk ke njerëz të mençur të fortë. Njerëz besimtar që kanë frikë Zotin. Ata që kanë frikë Zotin, ata i respektojnë njerëzit. Ata që nuk kanë frikë Zotin, shkelin mbi të drejtat e njerëzve. Shkelin mbi pasurinë e njerëzve. Shkelin mbi zullumin e njerëzve dhe ashtu me radhë. Prandaj, jo rasisht e filluam se mungesa e respektit në këto momente, në këtë kohë dinamike, është mungesa në të cilën ne jetojmë për fat keq. Hoxh, me një hutbe, para disa kohëve ke folë për 3 kategoritë e njerëzish. A ka mundësi ta sqarojmë këtë podcast, çat hutbe? Allahu në Kur'anin famëlar përmend 3 kategoritë e njerëzve, është shpirti që urdhëron të keqe. Thot Allahu në Kur'an, inna nafsata la'amaratun bisu illa man rahima rabbi. Që do të thotë shpirti njeriu është i prirë në punë të këqija, se shejtani vazhdimisht njeriu e nxit me bë vepra të këqija. Edhe shpirti i keq është shpirti i cili bën vepra të këqija. Një pyetje, njerëzit sot a bëjnë vepra më shumë të mira të këqija? Të këqija. Sot njerëzit a flasin më shumë mirë a keq? Sot njerëzit a më shumë ofendojnë apo japin komplimente për mirësitë dhe të mirat e njerëzve? Prandaj Allahu në Kur'anin famëlar thonë, në Kur'anin famëlar Allahu thotë shumica e njerëzve janë gënjeshtar. Shumica e njerëzve janë të prishur, wa aktharuhum fasiqin. Wa aktharuhum la yu'minun, dhe shumica nuk besojnë. Edhe gjithë këto ajete, edhe shumë ajete tjera që flasin se një numër i madh janë nga kjo kategori, nga shpirti i cili e çon njeriu në të keqe. Pastaj Allahu në Kur'an e përmend kategorinë e dytë, shpirtin që qorton veten. Ka njerëz që bëjnë mëkate, pastaj e qortojnë vetveten. Allahu në Kur'an i famëlar të përmend, wala aqsimu bin nafsi lawama, dhe betohet Allahu për shpirtin që qorton veten. Do të thotë njeriu i cili e bën një mëkat dhe rikthehet. Ky është njeri i mirë. E ka bërë mëkatin, ne jemi mëkatar të gjithë. Po s'ka mëkat më të madh se me bërë mëkatin dhe mos mu pendu. Po e ke bë, kthehesh, lyp. Falje tek Zoti, kërkon falje, pendohesh, kërkon falje tek njeriu që ja ke bërë padrejsinë dhe zullumin. Dhe e treta, kategoria e tretë është shpirti i qetë. Do thotë shpirti e cila çon në vepra të këqija, shpirti qortues i cili bën her pas herit edhe të mira dhe të këqija, dhe shpirti më i mirë është ja ayyatuha an-nafsul mutma'inna, shpirti i qetë. Çka nën kuptojnë me fjalën shpirti i qetë? Shpirti i qetë është i mbushur me iman, me shpresë, me dashuri, me bindje, në të cilën zemrën ja dedikon madhnisë Allahut, gjuhën ja dedikon madhnisë Allahut dhe nuk flet keq vetëm se mirë. Mendimin e tij vetëm se mirë, edhe veprat e tija vetëm se mirë. Kështu Ibn Kaimi rahimahullahu taala ka përmend 3 kategori në lidhje me këtë koncept që ka përmend Allahu në Kur'anin e famëlar. Ibn Kaimi ka thënë se realisht njeriu i përngjan 3 gjanave, 3 krijesave. Shumë është interesant edhe në terminologjinë e popullit ton. Nëse një njeri e ban një vepër të shumtuar dhe vran e derdh gjakun e pafajshëm për 5 grosh, çka i thojmë atij njeriu? Nëse njeriu e ban një punë të pamoralshme, një krim, çka i thojmë? Filani ishte si djalli, si shejtani. Shejtan njeri. Drejt. Shejtan insan. Shejtan insan. Do të thotë ai ka dalë prej termit i njeri, ka marrë cilësinë e djallit mallkuar apo shejtanit alehillan. Kategoria e parë është ata që pas, do të thotë që nefsin e tyre, do të thotë shpirti i tyre bën vepra të këqija, edhe në këtë botë Allah nuk të ka kriju me bën vepra të këqija, të ka kriju për ta madhruar Allahun. Këtij njeriu i thon, kujna i përngjan, ky i përngjan shejtanit alehillan. Pastaj e dyta, kategoria e dytë është ulaik kal an'am, ata janë sikur kafshët. Opa. Bel hum dal. Çka i thojmë neve? Pasuesi i epshit. Shpesh herë thojmë filani çka ka bën? Ndonjë çmenduri filani, apo filani ishte si kafsha, si hayvan. Çka i thojmë asaj? Hayvan insan. Shejtani. Do të shejtan insan, hayvan insan,
Dhe e treta, njerëzit që i gëzojnë zemrat e njerëzve, njerëz që kanë vlera, njerëz që kanë respekt, njerëz që kanë dinjitet, njerëz që janë të drejtë, njerëz që kanë devotshmëri, çka bojnë ata? Po çe bo. Çka i thonë atina filani, mashallah si me laçe. Student shumë i mirë. Filani ishte inxhinier shumë i mirë. Filani ishte inxhinier shumë i mirë, student i mirë, profesor i mirë. A janë të gjithë me këto cilësi? Jo. E çka është më interesant? Shumë është interesant kjo. Hoq, a ka mundësi të njëjtën kohë mi pas 3 cilësi njeriu? Po, Kjo është hala ma komplikative. Ekziston një rrugdalje. a ka mundsi? Ka. Ajo është një element shumë, se 2 janë të shumtuara. E treta është ajo që kërkohet nga ne. Sidomos e treta. Istikfari, kërkimi i faljes tek Zoti për çdo vepër që bën. Është pastrimi i çdo sene që të rikthen tek Zoti atë. Nëse i dedikohesh, i kthehesh Allahut me shpirt, me gjuhë, me vepra, dhe totalisht i nënshtrohesh Allahut për gjitha, Allahu të pastron. Ka pas njerëz që kanë vrarë kohën e profetit, janë penduar. Ka pas njerëz që kanë pinë alkool, janë penduar. Ka pas njerëz që kanë gjithë këta. Allahu është i mëshirshëm dhe e don shpirtin i cili kthehet tek Allahu. Atëherë, për të kaluar këto filtera, është nënshtrimi total i toubës dhe istikfarit ndaj madhnisë Allahut. A mjafton vetëm kjo? Jo. E dyta është emrul bil ma'ruf ve nahyi anil munkar. Me mendu, me thirr njerëzin punë të mira. Ku ka filter më të mirë të shoqërisë se ata që të rrasin punë të mirë dhe ata që largojnë nga e keqja. Ti që e ke kalu një fazë të keqes, ndrysh është kur ti flasish ti, ndrysh është unë si hoq kur ti flas dikujt. Ndrysh është ai i cili ka pas një eksperiencë të errësirës së jetës dhe të zullumit dhe sot ndalet dhe pendohet. Në jetën praktika e ka përjetuar ata, edhe sot e përjeton devotshmërinë, e përjeton rikthimin tek Allahu. Kjo është një ndjenjë krejt ndryshe. Prandaj ne sot kemi nevojë shumë që të rikthehemi në pendim tek Zoti. Ne sot kemi nevojë shumë kemi nevojë të rikthehemi Allahut edhe të bëjmë e vetmja rrugë e ndryshimit të shoqërisë tonë është ta ngritim respektin me gjitha vlerat që komponentet që ka respekti, dhe e dyta t'i thrasim njerëzit në respekt, në vepra të mira dhe t'i largojmë nga e keqja. Alhamdulillah. Çka është kjo frikë e madhe, kjo ankth, kjo për ardhmërinë, frikë për varfërinë, frikë nga armiqt. Edhe pse ndoshta ka dikush edhe që s'ka armiq. Apo ka? Gjithë janë miq përveç, gjithë janë armiq përveç se të devotshmit janë miq. Ashtu na ka mësuar Allahu në Kur'an. Është më e rrezikshme me qëndruar me dikën si mik dhe me menduar si armik. Ne kemi shumë njerëz të cilët qëndrojnë bashk. Janë shumë të afërt në raporte fizike, por shpirtërore dhe psiqike janë armiq. Prandaj formula njeriu me dasht, njeriu me respektu është devotshmëria, drejtësia dhe ndjeshmëria. Vazhdimisht këmë përmend këtë element shumë të rëndësishëm. Prandaj në këtë depresion të madh, në këtë kaos, frika nga ardhmëria, pyeti njerëzit sot, a ka njeri që nuk ka frikë nga ardhmëria? Shumica e njerëzve thonë çka do të ndodhë me ardhmëria. Çka do bëhet? Dikush mendon mas 1 vjetëve çka do të ndodhë, dikush mas 2 viteve, dikush mas 3 viteve, dikush mas 4 viteve. Po kush të garanton se nesër do të çon mëngjesi ti? Kush të garanton se pas 1 jave do të jesh gjallë? Ardhmëria vërtet është ardhmëria e përhershme. Prandaj parimi ose sot njerëzit për shembull kanë frikë nga ardhmëria. Dikush ka frikë nga kriza botërore, nga ekonomia dhe kriza botërore globale, sidomos që është e çoroditur. Sot njerëzit kanë frikë nga lufta. Sot ka dikush nga hasmi, ka edhe njerëz hasëm. Dikush ka frikë ndaj tërmeteve, vërshimeve dhe ashtu me radhë. Edhe këto janë natyrshme në këtë botë. Mirë po shumë e rëndësishme. Kemi frikë nga ardhmëria, kemi frikë nga rreziku, kemi frikë nga kjo, mas pakti kemi frikë nga Zoti. Nëse don që Allahu t'i largon gjithë këto kriza dhe këto friga, më ta largu këtë ankth, këtë depresion. E vetmja rrugë është çka do të thotë besimi në Allahun dhe kryerja e obligimeve karshim madhnisë Allahut. Nuk mund të largohet depresioni, ilaçi më i mirë i depresionit në shpirtin e njeriut është mendimi i mirë për Allahun. S'mundesh me pas mendim të mirë derisa nuk beson Allahun. Besimi në njëshmërinë e Allahut. Kur flasim besim, nuk flas në aspektin sipërfaqësor, po tham me ndje se Allahu të përcjell. Ti je në kontrollin e Zotit, si hik pi kontrollit të Zotit. Ne zbesojmë kader të Zotit. Ne flasim
që besojmë realisht, me besu në kader të Zotit, ti nuk ke nevojë mu brengos pas 2 viteve çka do të ndodhë, se kjo është e përcaktuar. Ama kjo nuk do të thotë që duhet të rish në kokër shpinës, mos studiosh, mos punosh, ja. Allahu ka krijuar në dynja të veprosh. Thot Allah në Kur'an, ve kuli amelu fasarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Edhe punoni se shef Allahu, profeti dhe besimtar të veprën tuaj. Imani jo nuk është vetëm bindje, është vepër, nuk ka iman pa vepër. Sot njerëzit flasin mirë apo keq? Iman është mi fol njerëzve të mirë. Iman është me fol vetëm se fjalë të mirë. Njeriu të më të keq, profeti Musa a.s. Firaunit i ka fol në gjuhën më të mirë. Allah ja ka tërheq vërejtin mi fol mirë, mi fol but. Sot ne vllau ti folim keq. Prandaj, nga imani në njëshmërinë e Allahut, në nështrimi i zemrës, fjalët e buta dhe të mira dhe veprat e mira. Veprat e mira janë 3 komponentet që e shërbejnë edhe e largojnë depresionin dhe këtë angst të cilën është shoqëria. Nuk ka mundësi, nuk ka fuqi ekonomike që mund më ta hek brengën, më të shti me fleti mirë. Ka shumë njerëz të pastër se në flenë rahat, shumë njerëz që kanë pushtet se në flenë rahat, janë në depresion, janë në angst për shkak mungesës besimit në Allah, sa a është mbështet në fuqinë e tij, a është mbështet në pasurinë e tij, a është mbështet në forcën e tij. Prandaj s'ta largon angthin, depresionin, poshtë se ai i cili të ka krijuar zemrën dhe shpirtin tan. La khaufun alehim wa lahum yahzanun. Në atë ditë, po edhe në këtë botë, Allahu ta hek mërzien. Wala tahinu wala tahzanu. Ju mos u mërzitni, as mos u dëshpëroni, ju jeni mbi gjithë të tjerët, me një kusht, in kuntum mu'minin, nëse jeni besimtar. Shumë ngushëlluese kjo. Sa jemi na besimtar. Mungesa e besimit dhe veprimit në këto 3 komponente e bën njeriu që të ketë depresion. Pastaj bamirësia ndaj të tjerëve. Imani ti dhe unë, a ishmi musliman nëse profeti sallallahu alaihi wasallam nuk i kishte thirrë Abu Bekrin, Omerin, Uthmanin dhe zinxhir gjenerat pas gjenerate deri sot. Ato kanë boda vet, i kanë thirrë njerëzit me fjalë. Veprat e tyre kanë qenë veprimtaria më e madhe. Shembulli i pejgamberit alayhis salam kur është pyet Aisha, ka thënë Kur'ani gjallë i cili hec në tokë. Po çfarë muslimani kriminal vrasës? Çfarë muslimani shet drogë? Çfarë muslimani kamataxhi? Çfarë muslimani? Prandaj ne kemi nevojë për islamin praktik, jo për islamin teorik. Nuk ta largon islamit, valla islamit tradicional i xhimas, i bajramit, nuk ka kësaj punë. Islami është i çdo momentit, respekti i çdo momentit. Nuk ke nevojë ti dhe unë ty më të respektu për një moment. Ne kemi nevojë për çdo moment më respektu mes nesh. Ne kemi nevojë çdo herë, çdo të keqe që e shohim ta largojmë. Nëse i përngjan dikush djallit, mi thon, ke frikë Allahun, kthejo. Nëse i përngjan dikush hyjvanit, kthejo. Të bëhemi njeri. S'mundesh me qenë njeri derisa nuk i ka këto komponente. Prandaj, hoxh, po ne dua Allahin, e besoj Allahin, foli fjalë të mira dhe kaq ja, nuk mjafton. Men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min. Allahu ka garantuar kush prej besimtarëve dhe besimtarëve bën vepra të mira, do t'i sigurojmë, ka thënë Allahu, garanton, do të jep hayatun tayyiba. Do t'ja ngjallim jetën, do t'japim jetë shumë të mirë. Nuk ka thonë kush në jap në parë ka me pas jetë mirë. Kush ka me pas? Jo. Kush ban veprat mira. Prandaj, veprat e mira janë komponenti kryesor i devotshmërisë. Mas bindjes, komponenti materiali, vlera është bamirësia ndaj të tjerëve. Prandaj ne sot jemi vargu i zinxhirit të bamirësisë pite pejgamberi Abu Bekri, gjenerata e 3 tabiin, etba tabiin deri sot, nga gjyshallart, hoxhallart, profesorët e tonë deri sot. Ti, a je vargu i mirësisë dhe i bamirësisë apo je vargu i pislëkut dhe i të keqes? Cilët janë veçoritë tua? Ne shpesh herë themi, si e ke emrin ti? E kam kështu ose ashtu. Jo, jam të pyet, si e ke emrin tek Zoti? A je sinqert, a je sinqert? Je bamirës, je keqbarës. Je i ditur, je i paditur. Je zullumçar, apo je i drejt? Je i suksesshëm apo i pasuksesshëm? Neve nuk na duan vetëm të mirë sot. Neve na duan njerëz të mirë, por na duan edhe njerëz të mençur të mirë. Mundesh me qenë i mirë i vetvetes, po jo i shoqërisë. Ne kemi nevojë për shumë struktura. Shpesh herë kur flasim në gjuhën e fjalës së Zotit me Kur'an dhe me Sunet, që këto xhallar vetëm për fe flasin. Jo vallahi.
Ne kemi nevojë për mjek musliman, ne kemi nevojë për inxhinier musliman, ne kemi nevojë për gazetar musliman që e thojnë të vërtetën, se sot muezinat e dynjas të xhenemit janë gazetarë të cilët i devijojnë bisedat e tyre. I japin kahën këndën e tyre për 5 grosh, e shet idealin, e shet popullin, e shet. Sa njerëz kemi pas na që kanë shit fenë e tyre, kanë shit idealin e tyre, kauzën e tyre, për çka? Për shkak shërbimeve që e kanë bërë presionin në forma të ndryshme. Edhe vazhdimisht historia i nxjerr këtë zullum, në ka mundësi me bë zullum dhe mos më dalë në shesh nga kjo botë. Ne nuk jemi të krijuar për zullum, ne jemi të krijuar vetëm për vepra të mira. Edhe elementi i tretë e përmenëm besimi, veprat e mira dhe angazhimi atë që e përmenëm disa herë, angazhimi me dituri që ban dobi. Kjo nuk kupton që muslimani do të me lexu gjithë ditën vetëm Kur'an, jo, Kur'an e lexojmë në kohën e duhur, në mundësitë që e ke, por nëse je mjek, specializohu bënë kardiolog i veçantë, bënë neurolog i veçantë. Pse unë dua të shkoj te dikush i cili nuk e njeh Zotin edhe ti nënshtrohem atij. A është i njëjtë ai që të merr në dorë dhe që thot bismillah dhe ai që nuk thot bismillah? Nuk është e njëjtë. Prandaj ne kemi nevojë për mjek shumë musliman, ne kemi nevojë për inxhinier musliman, ne kemi nevojë për njerëz që njohin kimien, që njohin fizikën. Po hoç filani është profesor i anglishtës. Anglishtën e mëson nëpërmjet rrjeteve sociale dhe filmave. Është mirë të më njofsh sa më shumë gjuhë. Po jo, unë jam ato fol për shkencat të cilat i bëjnë dobi shoqërisë. Ma fell me inxhinieri. Prandaj ky depresion buron nga mosbesimi, mosveprimi i mirë dhe mos dia në shoqërinë tonë. Hoç, çish me dal nga ky depresion global? Nga ky depresion është e vetmja rrugë me marr shembullin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ajo është rikthim tek Zoti. Fattakullah dhe keni frikë Allahun. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Me pas frikë Allahun në ditën që rikthehemi, në ditën e Kiametit, jo edhe në këtë dynjë. Prandaj si dalim nga ky depresion, ka shumë elemente të tjerë, do të thotë ka shumë. Mirë po, forma më e mirë për i daljes nga depresioni është rikthimi tek Zoti, me njoft Zotin tamam që meriton Allahu. E dyta, me njoft profetin, shembullin më të mirë të njerëzimit. E treta, me njoft përgjithësinë të cilën Allahu ta ka dhënë aftësinë dhe potencialin, mos me marr përgjithësi aty ku s'ja del dot. Njeriu më shumë ti zullum ban sot ai i cili me një kompetencë në të cilën e devion shoqërinë. Për shembull, një bari është shumë i suksesshëm dhe i çmuar, nuk është nënçmim me qenë bari apo çoban, po ai Allah e ka privilegjuar me rujt dhënë dhe shumë i mirë është. Ama është nënçmim ta marrësh një profesor ose një doktor dhe ti ruaj. Po, do thotë dikush është do thotë i veçantë, Allahu e ka krijuar ata për me qenë për shembull tregtar. Nuk mund ta futish në shkencat, ai është i krijuar për tregti. Dikush në prodhim, e dikush në bujqësi, ashtu me radhë, a ne kemi nevojë për gjithë këto struktura. Prandaj, me dal prej këtij ankthi, këtij depresioni është vetëm rrugë, rikthimi në fenë e Allahut, në Kur'anin dhe Sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, me bas sa më shumë vepra të mira dhe më rikthy me fjalë të shkurta në dritën e cila nuk shuhet, ajo është drita qala Allahu wa qala Rasul, ka thënë Allahu dhe pejgamberi dhe me qenë në shërbimin e njerëzimit. Hoxh, çka e kishë këshilluar një djalë ose një vajzë të re e cila s'del nga shtëpia hiç, friksohet, pak më thjesht, është në depresion, pi hapa. Pak më thjesht, më konkret, që ashtu na dëgju, 100% ashtu na dëgju. Në rrjetet sociale. Edhe tash hoxha ka dalë, pe këshillon. Çka e kishë këshillu? S'del nga shtëpia, ka plot si rast. Friksohet. Depresion është. Pi hapa mu qetësu me e zënë gjumi se. Fol edhe një herë, për s'dyti fytyn. A da mirë. Hoxh, çka e kishë këshillu një vajzë të re apo një djalë të ri, cilit nuk dalin nga shtëpia? Po dëgjojnë në plot raste nuk dalin nga shtëpia nga frika, depresioni, paniku, janë të dëshpëruar, prej sabadin a kisham s'dalin as prej odës. Që momentalisht 100% na dëgjojnë. Hoxha, çka i kishë këshillu? Allahu njeriu t'i ka dhënë mend. Allahu njeriu t'i ka dhënë shpirt. Allahu njeriu t'i ka dhënë gjuhë për komunikim dhe Allahu njeriu t'i ka dhënë trup. Edhe nuk ka smundje që nuk ka ilaç në këtë botë.
Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifa. Nuk ka zbrit Allah smundje derisa nuk ka zbrit ilaç. E para duhet të konstatohet cilët janë arsyet e mosdaljes. Ka panik atak, ka telashe me lloje të sihrit, ka depresion ose ankth për ardhmërinë dhe nënçmimin e vetvetit për shkak rrethonave të tjera, ka telashe nga zhgënjimi i dashurisë dhe jetës bashkëshortore ose ku ta diune, do të thotë ka më shumë elemente. Mirë, po gjithë këto kanë ilaç. A është ilaç vetmimi në këto momente edhe jo? Këto kanë nevojë për trajtim. Këto kanë nevojë për trajtim tek njerëz adekuat. Te psikologu, ndoshta te neurologu, po ndoshta ndonjëherë edhe te një hoxh i cili duhet m'ia hekat perdën e zezë nga syt. Unë shpesh herë përmendi një shembull, nëse vetëm dy syt i mbyll për një moment, a ka mundësi mi pa mirësitë dhe jetën? S'ka mundësi. Allahu ka kriju shumë gjymtyr, unë jam të fol vetëm për syt. Atëherë sa është kuptimi i jetës, sa mund t'i shofish mirësitë e Zotit pasi, nuk mund t'i shofish. Atëherë djalli i mallkuar, çiftave, sikur djemt dhe vajzat, për një dështim, ndesh në dashuri, ndesh në punë, ndesh në karrierën e tyre, a duhet thuhet se ata duhet bëhen viktim dhe ta shkatrojnë jetën e tyre, kushtimisht po tham, për një sprovë e cila është gjithë kalimtare. Sot ka njerëz që bëjnë edhe vetvrasje, sot ka njerëz që pinë hapa pa nevojë dhe pa konsultin e mjekëve, atëherë po themi atë çka e tham pak më herët, antidepresioni. Kushtada jetën, kushtada mendjen. Po kjo mendje, a duhet mirë të mendon për Zotin, se Zoti a nuk don ty dhe mu? Mjafton nëse ti vetmohesh dhe i bën padrejtësi jetës tënde kur ti i ri apo e re, e ki energjinë potenciale, edhe në aspektin psikologjik dush më kanë më e fortë se sa çdo kusht tjetër, se fuqia është e të rit dhe të rejat. Ti edhe aspektin fizik, edhe shpirtërisht, edhe psikikisht je më e fortë. Atëherë ty të mungon vetëm aspekti realisht lidhja me Zotin, me mendu mirë për Zotin, me mendu mirë për ardhmërinë tënde. Komuniko dhe shëroje këtë plagë, se nuk do të thotë është fundi botës një dështim i një projekti të jetës tënde ose karrierës tënde. Prandaj ka mundësi me pas telashe të sihrit, të hasedit, të mësyshit, ka telashe që nuk gjen do të rrugdalje, po se dikush më ta tregu rrugën. Ne për udhëtime në këtë botë, kur tu thojna dikush e ka navigacionin, ndonjëherë njeriu e hub rrugën pa navigacion, nuk din të thonë. Prandaj rruga është fjala normal, është fjala e Zotit për në rrugën e tij me hec. Por jeta jonë nuk është në dorën tënde, as temën, është në dorë të Zotit. Atëherë, nëse ti ja dedikon Allahut këtë jetë, atëherë kërkon nga Zoti që të delë rrugdalja, lutë Zotin, para se me shku te mjeku. O Zot, këtë sprovë që ma ke qu, cila është arsye? Ndoshta Zoti ka dëshirë ti ta ndëgjon zonin tan, ti nënshtrohesh. S'po flas me shku, valla hoxh, kënama elhamdulillahi në suratul Fatiha 7 herë dhe shrohem. Por nëse ti nuk e këndon dhe nuk e fal namazin, 700.000 herë më ta këndon suratul Fatiha nuk të bën dobi. Nëse ti nuk e ki bindjen se Fatiha, suratul Fatiha, Kurani është shërim për ty dhe nuk e ki këtë bindje, çka? Unë do të këndoj ty Kur'an. Frima një ujë, thonë. Frima një ujë. Ose do të thotë tjera tretmane. Prandaj ka diagnozë të cilën ka nevojë për psikolog, për neuropsikiatër, po ka nevojë ndoshta edhe për këshill tek hoxha, e pastaj në fund këtë terapinë në fundit. Edhe ata të njerëz adekuat. Ndonjëherë është më mirë mi komentu njeriu të fjalë të Zotit dhe të profetit sallallahu alaihi wasallam, jam mësu formulën e jetës, sesa vetëm mi lexu i ndëgjon dhe kalon ustos. Edhe feja përfundon vetëm me dëgjimin e disa ajeteve të Kuranit, edhe obligimi jo ndaj këtij Kuranit është vetëm dëgjimi në moment kur ti ke vështirësi dhe telashe, apo është platformë edhe është navigacioni i jetës tënde. Prandaj ky Kur'an është tibyan e likuli shay, sqarues dhe detalus i çdo gjaje. Prandaj e këshilloj çdo të ri dhe të reja, e cila ka ankth, ka panik atak, ka ndonjë telashe, nuk ka mundësi, ju garantoj se ka thonë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nuk ka smundje që nuk ka ilaç, atëherë kërkoni ilaçin tek Zoti, kërkoni ilaçin te profeti, kërkoni ilaçin te psikologi, kërkoni ilaçin te neurologi, kërkoni ilaçin te mjeku, kërkoni ilaçin edhe te hoxha, që të jep këshill. Hoxh po flas profesional i cili të këshillon për zbërthimin dhe daljen nga telashet që e ke.
Allah që left. Hoxh, një ndodhi interesante ndodhi të hutbe të fundit që i mojtë në dyqen që lidhe me një ushtar. Shok tënde në ushtar që kur ke qenë ushtar. A ka mundësi me na shpjegu? Sanolla, është moment shumë prekës për mu, ajo ndodhi. Subhanallah. Pas 34 viteve me radhë, isha në xhami duke mbajt hutbën dhe pas hutbës del një zotni te dera e xhamisë me një djalë, thot selam aleikum. Realisht unë u futa në zyra aty dhe trokitin der tha a ka mundësi tha me hy mrenda. Edhe i thamë në imamit, thash a njofish këtë njeri? Tha jo se njoh. Tha po ti, thash asun nuk e njoh. Ai u fut mrenda, një fytyrë shumë bukur, një vëlla joni shumë i nderuar, edhe filloi tha, unë i tham bujrëm siç e kemi rendin na, siç e kemi na zakon. Thash urdhna, tha a ka mundësi tha më të përçafu. Ky moment, a ka mundësi më të përçafu, ishte moment shumë interesant, edhe tha, masim mu ka afru në mesin e zyrës, më ka përçafu dhe tha, a më njofish? Thash, du të me rikthi pak, po jo. Tha, unë jam filani, nga fshati Bresalc, i komunës së Gjilanit. Tha, të kam borç, tha se të kam kërkuar gjatë kohë. Tha, para 34 viteve tha ti ma ke mësu elhamdulillahin. Para 34 viteve ma ke mësu kul huwallahin, suratul Ikhlas. Para 34 viteve tha mi ke mësu kul a'udhu bi rabbil falaq dhe kul a'udhu bi rabbin nas me anë shkrimit në rrofë të ushtrisë. Në ish Jugosllavi kemi qenë së bashku ushtar me te. Në atë moment ku ishte gjendje lufte, gjendje krize, njerëzit u vrajshin, unë kam qenë vetëm 5 musliman kemi qenë në atë qetë aty, njëri për këtënve 3 apo 4 kemi qenë të cilët jemi falë rregullisht, në të cilën mund që me hongër edhe plumin edhe rreziku ka qenë me jetë atëherë. Edhe kjo ishte një emocion tha, hoqë tha sot ka darë Zoti, ne jemi të udhëzuar familjen, fëmijët i kam të udhëzuar, dhe shumë kënaqësi. Unë tha çka më e keqja se kanë kaluar shumë, ne jemi kanë 19 vjet, 18 vjet e gjithë kanë pas, 19 atëherë. Thotë kanë kaluar shumë kohë të kam kërku, po më e keqja ta kam harruar emrin. Kur të kam pa për herë të parë në një tribunë në Zvicër, thotë atëherë kam filluar të rikthy atë identifikimin e fytyrës tënde, kam dëgjuar se mirësh pak me tregti e je imam xhami, thotë derisa e kam gjetë lokacionin e xhamisë dhe sot ka dashur Allahu thotë jam pa. Edhe tash elhamdulillah, do të thotë vazhdojmë linkun me te. Ishte një ajo çka është më prekse, do të thotë 34 vite kanë kalu, shkrimin e suratul Ikhlas, kaptinën e Ikhlasit, kul a'udhu bi rabbil falaq, kul a'udhu bi rabbin nas, dhe suratul Fatiha do të kam mësu në kohën më të vështirë, në kohën e luftës. Jemi fal në kohën e luftës. Jemi fal në kohën më të rrezikshme. Pse? Se ajo ka qenë ndoshta piknisja për shkak zullumit që e kam bë, edhe ai rrethanat që i ka bë, do të thotë në atë kohë dhe njoftimi im me të, do të thotë jemi munduar ne kisha mbaruar medresen atëherë, normal kishim atë dinamikën, atë entuziazmin për të thirrë njerëzit në fenë e Zotit, do mundojsha maksimum ja sqaru çështjet e fesë, dhe elhamdullah pa të filluar mu fal, do të thotë në kohën më të vështirë, në kohën më të rrezikshme, edhe elhamdullah ishte një ndjenjë kënaqësi kur dikush ta përmend një vepër, po tham shumë madhështore, mas 34 viteve. Janë do gjana shumë të vogla në këtë botë, sëna, po janë shumë të mëdhaja tek Zoti. Nuk ka punë më të madhe se më mësuar njerëzve fenë e Zotit. Nuk ka punë më të madhe se më gëzuar zemrat e njerëzve. Nuk ka punë më të madhe se më treguar dritën e Kuranit dhe Sunetit pejgamberit njerëzve. Dhe kjo ishte një moment që me të vërtetë isha u emocionova shumë kur e pash, edhe sidomos kur u shpreh, do të thotë se kush është tek koste e rikthym ato kontaktet, pastaj edhe zhvillimin e ngjarjes se si ka ndodhur, si ka hik nga lufta, si e kanë çuar në Vukovar, si patëm hikin edhe ishte gjendje shumë e rrezikshme, ku njerëzit në çdo moment nga 1 nga 2 u vrajshin, po elhamdullah dashti Allahu azza wa jall dhe na ruajti nga dora e zullumçarit. Po du me të vetë diçka shumë kam qef me ta parashtu çka të pyetje. Urdhëse para opinionit so. E di që nuk e pëlqen këtë pyetje, po unë po du. Edhe betohem në Allah që kjo nuk e di hoxha më tani ka më e pyet. Si është ndjenja ti je bab i 4 hafizave? Jo ndo ndjenja sënë nuk përshkruhen, ndjehen.
unë lusë Allahun që gjithë hafizat Allahu t'i jep shëndet dhe t'i ruan. Amin. Dhe jo rastësisht jam përqendruar tek edukimi i fëmijëve dhe shkollimi në përgjithësi tek fëmijët e mi që i kem, për mësimin e Kuranit familjar. Një nga ato është për shkak se unë kam dështuar dhe nuk e kam mësuar Kuranin. Kjo është gabimin më të madh në jetë që e kam bërë. Edhe kam dashur që këtë boshllëk ta mësojnë fëmijët mi. Kjo është një moment, kjo është mbi 12 vite, nuk është një vit, është 12 vite që unë mirëm familjarisht bashkë me bashkëshortën, shoqën time, e cila Allah mjafton vetëm ditë. Dy vajzat janë të vogla, njëna është 11 vjet, tjetra është 13 vjet për momentin, shkon çdo ditë në hifz. Mjafton veç mi thon a shkova, nuk shkova. Me vetur, me përcjell, me pru, është dimën, është ftoft. Ndjenja nuk përshkruhet. Është një sakrificë të cilën unë e dua shumë, e vlerësoj shumë, dhe është një kënaqësi nga mirësitë e veçanta. Diçka do të thotë për ditë lezohen nga 5-6 gjuz, 10 gjuz në shtëpi. Ndoshta kitë mirësi që na kanë ardhur në shtëpi është nga leximi i fëmijëve. Se ndoshta neve kemi shumë gjunahe dhe me bë punë të mira ndoshta nuk na pranohet. Ama veprat e fëmijëve tanë pranohen. Sa të në fëmijën të pastër. E kanë natyrshmërinë e pastër. Po flas për fëmijë, edhe pse tash janë të rritur, djali i madh dhe Hafizi edhe vajza e dytë edhe e treta ka përfunduar, e katërta është para përfundimit, do të thosh në përsëritje, e pesta është 25 apo 26 gjuz, edhe 4 gjuz. Do të thonë edhe fëmia i pestë, edhe i pesti, po. Edhe i pesti fëmijë do të thotë është inshallah taala. Po dishe sa fëmijë ke hoç për opinionin? Elhamdulillah, 8 fëmijë kemi, 4 i kemi të martuar, 4 janë më të vegjël. Fëmia më i vogël është Sultan Selimi 7 vjeçar. Ndërsa vajza thash është 11 dhe 13 vjeçare, të cilët vazhdojnë hifzin për momentin, dhe njëna është para përfundimit, tjetra është në mes, që shpresojmë inshallah taala që do dalin komision pas një 6-7 muajve me emrin e Allahut të Madh. Bab i 4 hafizave. Shkupit një ti si tregtar, Hoxha Remzia biznesmeni, tregtari, mirë po se ka njoft kursi baba i 4 hafizave, andaj unë insistova pa e pyet Hoxhën që këtë me nxjerr në shesh, babi 4 hafizave, nuk ka kollaj me. Nuk është luftë, nuk është angazhim i një momenti, është angazhim i afërsisht, po flas 12 vite me radhë, do thotë. Edhe është e përditshme, nuk guxon të shkoqe, të shkputesh një moment. Faktikisht hifzi e do një kontinuitet vazhdueshëm, nuk ka mundësi 2 muaj me lexu dhe 3 muaj me pushu. Po është kontinuitet. Para mendone, shpesh herë në pushime dhe në udhëtime kur të shkojmë, duhet më thon online dersin edhe për pushimit, nga Turqia, nga Shqipëria, ku të jemi, do thotë. Unë i kam borxh shumë normal muhafizes, sidomos edhe Allahi e mëshiroft hafës po, i cili me të vërtetë është një angazhim, është një xhihad, është një luftë shumë e madhe, e përsëris edhe nana e tyre e cila vazhdimisht edhe ne në udhime që jemi vazhdimisht mi thon a mësove dersin a përsërite dersin do të thotë. Por nga kitë kjo çka du ta them është nëse nuk i kësi piksionimin në botë nuk mund të arrish. E ku ka piksionim më të lartë se sa ta mësosh fjalën e Allahut. Ne flasim për çmimin edhe çmimet e berzës në botë, kanë hyrë dhe kanë ra. Shpesh na mburremi me keqardhje, po ta them, e përmende si biznesmen. Unë nuk e ndi veten të privilegjuar, më thon biznesmen. Se ajo është mall që sot e ke, nesër nuk e ke. Unë kisha thonë një sen, sa është çmimi i fjalës Allahut ta mësosh. A ka faktur dikush që mund të ta thotë se kushton që kaq, nuk ka mundësi. Prandaj ata janë të zgjedhurit e Zotit. Edhe nuk ka piksionim më të lartë se të mësosh fjalën e Zotit. E pastaj hala më shumë edhe ta studiosh atë. Siç është Hafizamiri, po. Do të thotë e ka mësuar Kur'anin, tash ka shkuar edhe në specializim dhe në magistraturë. Do të thotë. Mirë po, gjithë kjo është, nuk ka piksionim më të lartë se ta mësosh fjalën e Zotit. E pastaj hala më interesant, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Edhe ka më mirë se ata që thrasin në rrugën e Zotit. Në rrugën e shejtanit ka plot, në rrugën e intrigave ka plot, ama në rrugën e Kur'anit, në rrugën e udhëzimit, në rrugën e pastërtisë së shpirtit është një prej lutjeve që transmeton Ibn Mesudi radiallahu anhu. Ka thonë prej lutjes së veçantë, këtë mesazh du ta them, ndoshta nuk ka të bën me pyetjen, po lidhet. A ka mundësi më koni udhëzuar pa Kur'an? A ka mundësi më konë pjesë dhe banori i xhenetit pa Kur'an?
nga e mësuam e njoftëm Zotin ton, urdhrat nga Kurani. Prandaj prej porosive që prej lutjeve të veçanta të profetit sa që transmeton Ibn Mesudi, ka thonë Allahumma hdina, Allahumma inna nas'aluka al-huda, o Allah, prej teje kërkoj udhëzimin. O tuqa, kërkoj devotshmërinë. O al-afafa, kërkoj pastërtinë. O al-ghina, kërkoj pasurinë. Katër komponente, njeriu më i udhëzuar i njerëzimit ka thonë, o Zot, udhëzona. A ka udhëzim pa Kur'an? S'ka. Allahu ja zbriti Kur'anin hudel lil muttaqin, udhërrëfys për kan, për njerëzit e devotshëm. Njeriu më i udhëzuar e ka bë këtë lutje çdo ditë, edhe ne kemi nevojë të thojmë Zotit ton, Allahumma inna nas'aluka al-huda, o Zot, prej teje kërkojmë devotshmërinë. Implementimi i devotshmërisë përveç që e lut Zotin, atëherë don angazhman, o tuqa, o Allah. Ne jemi në rrugë, apo? Kemi hinë në rrugë Zotit, apo? Po, nuk kemi rinë destinacionin e duhur. Prandaj don angazhman me hec. Çka do të thotë për me hec? O tuqa do të thotë dhe devotshmëri. Devotshmëria është e cila t'jep fuqi për të ecë nga Zoti, fefirru ila Allah, dhe hikni nga Zoti. Hoç pa mjafton be udhëzimi edhe devotshmëria dhe në xhenet ja. O tuqa, esenca e kësaj feje, që udhëzimi dhe devotshmëria prodhon një vlerë shumë madhështore, është pastërtia. Cila pastërti? Jo pastërtia e trupit vetëm, pastërtia e shpirtit. Islami është fe që ta lirë, ta pastron shpirtin dhe zemrën. Nuk ka mundësi me hinë xhennet me kibër, nuk ka mundësi me hinë xhennet me hased. Prandaj, udhëzimi dhe devotshmëria ta apin virtytin, ta apin vlerën më të çmuar e cila është i pastër. Kush ka qenë më i pastër i njerëzimit? Ka qenë Resulullahi alayhis salam. Kush i fali ata që e luftuan pejgamberin, e plagosën pejgamberin, i torturuan muslimanët, ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ama ky burr e luti Zotin udhëzim, ky burr më i devotshëm e luti Zotin për udhëzim. Ky burr më i devotshëm i njerëzimit, më i dashur i Allahut, e luti Zotin për devotshmëri. Edhe ne kemi nevojë me lut Zotin për udhëzim, për devotshmëri e treta, për pastërti shpirtit. Kanë herë gjitha i ki shpirtin e një losën, flenë rahat. S'munësh ham i devotshëm edhe pis në shpirt. S'munësh me qeni udhëzum, ama zemrën kit hased dhe kit kibër e ki. S'ka mundësi. Këto në 3 komponente, edhe 4. Që për fat keq, lakmia njerëzit sot i shkatërron. Kur njeriu nuk e ka kuptuar udhëzimin, devotshmërinë dhe pastërtinë, pejgamberi sa ka thonë wal ghina, pasurinë. Ishmi duke bisedu me një hoxhë në ditë, thash hoxha, hajde unë kam lexuar këtë hadith, gina i thon pasurisë. Esenca nuk është e pasurisë mallit. Ti mundesh me pas shumë vlera, numra shumë të mëdha në këtë botë, po i zbrazat i varfër në shpirt. Wal ghina, o Zot, për te kërkoj pasuri në shpirt, pastaj në xhep. Se mundesh me pas shumë në xhep, ama shumë i varfër në zemër. E qartë është. Po. Ama hoxh, çu ta arrin këtë elementin e katërt? Çu ta arrin këtë elementin e katërt? Po. Të ferrëgën e ibadeti, e veç ajo me adhurim ndaj Zotit, Allahu do t'jep bereqet pika se pret hiq. O illa, e nëse ja, atër ti kime punu shumë, kime maltretu shumë dë njëtë. Ama në fund, qka? Dhe të vdesish si i varfër. Sa njeriu, për shembull, ka shku në gurbet 40 vjet, ka punu në baushtel. Allah ja vletësof muslimanëve, ku do që t'jenë. Ama ka pas ko me regullu aftobanin 30 vjet. Për shka? 2.000 dhe 3.000 euro. Ama kur nuk ka pas kohë mi u përule Allahu dhe mi abo këtë lutje. Kur s'ka pas lidhje me Kur'an. Po në bajram. Po më ndë një moment. Feja nuk është tash e një momentit. Feja është e çdo momentit. Prandaj këto janë 4 elemente shumë të rëndësishëm. Udhëzimi, kërkimi i udhëzimit prej Zotit, se Allahu është ai që të udhëzon. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Ata që Allahu e don ja udhëzon zemrën. Por duhet me insistu që ne ta lusim Zotin, masi profeti e ka lutur sallallahu alaihi wasallam, edhe ne ta lusim Allahun. Nëse pejgamberi sa me ka lutur Allahun për devotshmëri, ta lusim edhe në Allahun, e cila është kajmaku i adhurimeve. Nëse pejgamberi më i pastërt i njerëzimit e ka lutur Allahun për pastërti shpirtërore, edhe ne duhet në kohën më të fëlliqur. Nëse ne kemi nevojë sot dynjaja kur më shumë pasuri s'ka pas, po kur varfëri njerëzore më shumë s'ka pas. Prandaj kjo është një porosi që
ndoshta edhe puna e hifzit që e përmenda ndonjëherë, Allahu t'jep bereqet për shkak leximit të Kuranit. Allahu t'jep sukses për shkak leximit të Kuranit. Shëndet. T'jep shëndet. Allahu të ruan nga fatkeqësitë për shkak nuk ka mundësi ti ta mbrosh fjalën e Allahut, Allahu mos më të mbroj ti. Prandaj hafizat e Kuranit janë të zgjedhurit e Zotit, janë mbrojtësit e Kuranit, ata që e mbrojnë fejen e Allahut, Allah i mbron ata. Allahu na bëf nga ata. Mesazh domethënë për prindërit. Spakun kanë një hafiz me qit, inshallah. Allahu amin, inshallah. O, ishte kënaqësi, me të vërtetë u kënaqja duke dëgju sonte këtë podcast, po kisha lut pak më shpesh më zemër. Allah i shpëlesën, inshallah, me emrin e Edhe Allahut. më thave kam nguci. Allah i trujt. Faleminderit Amen. shumë, ishte kënaqësi. Selam aleikum. Aleikum selam. Barakallahu Kibra ishte Hoxha Remzi Saku, e shifem javën e ardhshme inshallah. Barakallahu fikum. Selam aleikum.